Kurani ofron udhëzime të mjaftueshme që e kompletojnë njeriu në çdo rrafsh. Edhe njeri i mirë me njerëzit, edhe kryefamiljar i mirë, edhe burr i mirë, edhe djalë i mirë, edhe prind i mirë, edhe qytetar i mirë, krejt i mirë, por edhe besimtar i mirë me Zotin xhalla xhelalu. Kështu të kompleton Islami njeriu. E sa ka ajete në Kur'an, shumë ka ajete në Kur'an ku Allahu xhallahu ala shpeshherë bashkan mes këtyre dy dimensioneve. Allahu thot: "Wa aqimus salah wa atuz zakat." Namazin faleni, kryeni borxhin ndaj Allahut, edhe zakatin jepeni me vetë lidhuni. Dyat. Prandaj të ndërozë dikush thot ka herë që nuk e fal namazin, nuk i ka punë është me Zotin mirë, po çka thot? Si ja du të keqen kërkujt. Kjo është shumë e mirë. Mos më ja dash të keqen kërkujt, a din sa vepër e mirë kjo? Mi po ti veç me një aspekt të këshur. E tjetri nuk pja dën kërkujt të keqen, kjo është një. Pa mjaftueshme. Duhet edhe në raport me Allahun xhallahu ala me qenë në rregull. Se ç'kjo është kompletimi, të dyat. Edhe me njerëzit, edhe me Zotin. Prandaj ai që thot nuk ja du kërkujt të keqen, si bëj kërkujt të keqe, ani inshallah, na çef kim çashtu me kon, mirë po, është e pamjaftueshme. E pamjaftueshme, nga se lidhjen kryesore e kita rrezikuar, ndoshta edhe të rënuar raportin me Allahun xhallahu ala. Po edhe kundërta, dikush e fal namazin, ndoshta mundohet të punë me kryen raport me Zotin, po me njerëz është arrogant, është i keq, bën zullum, e kështu me radhë, edhe thot, më nësi namazin me fal, ja, s'mjafton. E me njerëz, që ki punë me njerëz? Çka thon njerëz për ty? Edhe kjo më rëndësi. E shkoj Islami që na kompleton. Kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa njerëz më u anku për një gru. E gruaja ku ishin me ta kanë më anku taj për një gru. I kanë oj dërguari i Allahut. E kem një gru ku ishin në gjithë me neve çatë. A janë natën falet, e ditën falet, bajagi fort në gjinane, ama nuk jenë rahat për guhe saj, kahrën në bone, për gjuhe saj si në rahat. Ana shan, ana fyn, a shpif për neve, a flet, a qka zban. Ama këtu i bën këtu tjiret. Qka tha pejgamberi sasën? Tha hije fin nar, ajo nëse kështu vazhdon, në gjehnem ka me shku. Nëse haku njerëz dhe ku është? Allah në ka mësu me garantu dy lloj të haqeve. Hakun e Zotit, po edhe hakun e robit. Hakun e njerit. Pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka njëri me vetë për nonën e vetë, ka dash me shku dikun e nonën e vetë u me vetë, ka mos shka se e le nonën e vetë, po më duhet me shku, me fitu e kështë më radhë, ka thonë, rritë e kom të saj që, se që aty e gjennetit. Në gjennet në ki të kom të, që aty e do në gjennet, po që aty e ki gjennetin. Nisa ka rase për në që njerëzit shikojnë internet saktum, ama shikojnë kur prind të vetë. E le keqa, se le keqa, e mërzita që a banë e kështë më radhë. Mirë, duhet një me punu, duhet me studiu, këtë duhet, po edhe këto duhet me këshyrë. Apo mu është tëna me i, apo t'jep izdi kosha, të bëha halal kosha, e kështu më radhë. Dhe besimtari është i kompletum, në gjithë dimenzion, e munohet gjitha këto me i, kry që është duhet. Dhe Allah Gjallahu Ala thash, në mësej që njëri mirë është a i cili, në raport me njerës është i mirë, është burë, i sinqert, i vërtet, nuk shqetëson me fjalë, nuk përgojon, nuk bën zullum, nuk merr pa të drejtë atë që nuk i takon. Njëri mirë. Po edhe në raport me Allahun xhallahu ala, Allahu thot: "Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama." Ato jo vetëm njerëz, e me Allahun çush janë. Njëri mirë, Allahu thot, është ai i cili jo vetëm obligimet, po edhe natën quhet mu fal e rrin gat në përsejdën e për ruku. Namazi i natës. Namazi i natës është vullnetar, nuk është obligativ. Mirë po, namazi i natës të ndërëzër i ndihmon shumë njeriut me koni mirë. Pse? Nga se në namaz të natës, pa na për shambull, mas jatësis, të është jatësia dhe herë dhe që.
10, 11, ose me rame flete mu qunë 4 sahati atja, për shembull, një sahat para sabahut, edhe me u falë. Çfarë interesi ki mu që mu falë? Kur falë. Apo të shë dikush? Jo kërkush. Veç për Allahun, veç për të me konë mirë për qosh. Apo? E kësë sinceritet pastaj të ushqen gjatë ditës me konë i mirë. Se ka ardhur një njeri tek Hasan el-Basriu. Shikoni që ulemat për para në konë, dishëm o dhe një, gjallartë, kanë këshur largë, i kanë pa dësana. Në tek që tash, do fjallë të hoqohet pleqë, kur thej ke qështu për më kujtohet. Nëse kur e ka thonë, tonë e kanë shajtë, s'din të qanë mërë veshti. Të një mas 100 vjetë në ka dalë që mire kish pas filok një dhe. Do njerë shuajnë largë, dikush sheshtu nga gatë. E Hasan el-Basriu rahimullahu kom për djetarë që largë ka paja. E a njeri ka thonë, o imam, o hoqë, ti po folë për namaz natë, më falë e mirë, po sonë po qohën e vallaj, po më zëngjumë një. S'po moj më qohën. Qëka i ka thonë këtë djetarë? Qëfar përgjigje ka? Ka thonë, mos i bë gjunahe ditën, ta mundësën më që natën. Nga se Allah s'ja mundësën gjithë kujtë më që natën. Për që ka ma specifike, ma e veçantë. Të më thonë, kujdesi gjatë ditës, ta mundësën adhurimin e natës. Edhe kundër ta, adhurimi i natës, ta mundësën kujdes në ditës. Këtu jenë ditëta me zvetën.